Sadri Ramaboja e Kadri Kryeziju që sonte do duhet të ishin në burg si të dyshuar për terrorizëm. Mjafton me këshyr këtë deklarat skandaloze të Kadri Kryezijut. Kosovë ka ndodhur nga shtrati. Ka vërshu nga shtrati, kështu që kur duhet me nalë, na? Edhe keme nalë. Në pas, Keme nalë, mare. Ka shumë të interesuar për i punë. Personi që po i shpoll luftë islamit, muslimanëve në Kosovë, nuk është dikush i thjeshtë. Është një person që i ka shërbyer sistemi i drejtësisë. E kjo e dëshmon se si funksionon sistemi i drejtësisë tek na. Muslimani ndërshkohet pa faj, e këgja shpejt, ndërsa personat që i sulmojnë musliman që janë shumicë në Kosovë, janë të lirë me fyë ofendu e provoku që shtojnë. Që 2 vjetë, prokuroria speciale, e cila e ka në dorë hetimin për rastin e Deçanit, vazhdimisht i ka përballë i dëgjon, duhet i dëgjonte të paktën këtu deklarata skandaloze, provokuese, nxitse, me elemente pa dyshim të terrorizmit, sepse kjo është një luftë e hapur frontale dhe nuk ndërmerr asgjë, që 2 vjet është në fazën e mbledhjeve të provës. Kur flasim për këto organizime që i kanë, nuk ka mujtë me na ik kurqysh deklarata e Sadri Ramabojës. Ati që njihet si profesor, e merr pjesë nëpër televizione. Sadria për skfjellti tha që dalja publike e lëvizjes Deçanit është e barazvlefshme sipas tij me daljen e lavdishme të ushtrisë qeverimtare të Kosovës, daljen publike të QK-s. Përveç tjerash, pata të tërheq një paralele mes daljes në skenë të ushtrisë qeverimtare të Kosovës dhe lëvizjes Deçanit. Qysh mundet një njeri me krahasu lavdin e popullit të Kosovës me një turp? Qysh mujnë që të dyja me u barazu? Në fakt mujnë vesh për një person të tillë si Ramaboja, i cili nuk dihet kur se ku ka, në cilin qysh, a me cilin që i bokonim lut në kohën e luftës. Çka edhe më e rrezikshme. Edhe nëse Ramaboja po don me i sulmu muslimanët, edhe nëse Ramaboja i ka dhënë drejt vetes me i fyj muslimanët, ai nuk e din që është të bërë rrezik të madh edhe në aspektin e paraqitjes së historisë, pasi që ai është një profesor dhe njerëzit gëzojnë respekt për atë çka e thot. Profesori është në gjendje me ul krenarinë e kumbit, me e bot barazvlefshme me atë që lumi e quajti më herët turpin e shoqënisë. Nuk e kuptoj. Qysh njeri dën me mohu në diçka që dihet publikisht. I nderuam nëse po fol për QK. Dihet që në QK ka pas hoxhallar, cilët edhe e kanë dhënë shpirtin, po ka hoxhallar cilët sot nuk i kanë gjymtyr që i kanë dhënë atë luftë. Domethënë kur fol për QK, kur fol për lavdinë e QK-s, kujdes, nuk jeti për me fol për QK. Nuk jeti për me barazun në këtë nivel. Ti kur fol për QK-n, ti duhet më mot mirë për me thonë atë fjalë. Dihet kontributi i muslimanëve e islamit në shoqërinë kosovare. Edhe është e patjetërsueshme, sado që ju pengon kadris e këtij Sadri Ramabojës, identiteti i shqiptarëve. Nuk mundet me u shkëqit islami për identitetit shqiptar. Në QK kanë morë pjesë juve hoxhallar, për respekte maksimale për krejt ata që kanë morë pjesë në QK. Ata nuk krahasohen me turpe, ata nuk krahasohen me lëvizje të cilat rrasin me braktis një fe ose me luftu një fe. Ata e kanë vesh një armik e kanë posë, në fakt, Serbin. E që unë dyshoj fuqishëm që ju jeni të i shërby. Me apo pa vedije, por gjithsesi jeni të i shërby. Veçse shteti duhet jetë i vëmendshëm. Përçarësit që po dojnë me nxit kësaj lloj përçarje mes popullit, nuk do duhet ishin të lirë. Do duhet ishin aty ku e kanë vendin. Në burg. Shënjestër.net